Allahu më shikon. Një ditë babai u ul me fëmijët e tij, Ahmedin, Seidin dhe Muhamedin. Ai donte t'u mësonte atyre një mësim të ri dhe të dobishëm. Babai solli 3 kokra vezë dhe kërkoi që secili prej tyre të merrte një kokër dhe ta fshihte në një vend ku askush nuk do ta shihte. Në të vërtetë, çdo fëmijë filloi të kërkonte një vend për të fshehur vezën nga sytë e të tjerëve. Ahmedi shkoi në dhomën e tij të gjumit dhe e mbylli derën dhe e futi vezën në dollapin e tij, pa e vënë re askush. Ndërsa Seidi u ngjit në terracën e shtëpisë dhe e fshehu vezën në një vend të vogël ku askush nuk mund të hynte. Ata të dy u kthyen te babai i tyre dhe i thanë se e kishin kryer detyrën që i ati u kërkoi të bënin. Sa i përket Muhamedit, ai u vonua. Babai ishte i shqetësuar për atë. Pasi kaluan disa orë, Muhamedi hyri në shtëpi me vezën në dorë. Babai u habit dhe e pyeti: "Pse nuk e fshehe vezën në një vend të largët ku askush nuk mund ta shihte?" Muhamedi u përgjigj: "Sa herë që shkoja në një vend, pas që Allahu më shihte dhe më dëgjonte atje, kështu që nuk munda ta fsheh vezën në asnjë vend." Babai u gëzua nga përgjigja e të birit dhe i tha: "Ke të drejtë o Muhamed, Allahu na sheh dhe na dëgjon në çdo vend dhe atij nuk i fshihet asgjë."